Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazit të nderuar, me kumani libër 3. Sonte më shpjegu është përmbledhje disa çështjeve nga dia e Sheikh Albanit apo Imam Albanit rahimahullahu taala. Në faqen e parë, kjo është përmbledhje, nuk është që vetë ka bërë Sheikh Albani. Kanë përmbledh prej kasetave, prej librave të ndryshëm. Edhe poshtë arsyeshme që disa tema të rëndësishme kanë tema të mira, dhe poshtë arsyeshme që me shpjegu me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Fillimisht në faqen e parë janë vendosur disa thënie të Sheikh Albanit rahimahullahu taala para hyrjes. Hyrja nuk është për Sheikh Albanit, pastaj janë ato pikat të Sheikh Albanit. Thot Sheikh Albani rahimahullahu taala, kur të vdes Albani do e mësoni se kush ishte Albani. Allah e vërtet. Si ka vdek Sheikh Albani, e kanë ditë vlerën e Sheikh Albanit rahimahullahu taala. Edhe subhanallah, sa herë po e vri, kur po vin disa kishe doktora, e kishe thirrsa, kur po vin dhe pe godasin Sheikh Albanin, ata përzon. A ke që tash njoni që dul kallzo.com? Urrëzu për njerë. Egjiptit, apo po? Po, ndo se në është në përëndim dikon, në përëndim, s'pa di, larkë urrëzu. E njëjta gjo ka ndodhur në Saudi para disa vjetëve, janë që disa laicista në përmjet televizioneve, do këto shtetërora, po, edhe kanë godit Sheikh Albanin, u qunë këtë dynjoj ato e mbrojt, sa që ka dalë BBC-a, edhe ka thonë, ku shomër kjo njeri? Ku shomër kjo njeri? Ku po donë ti me prejk të djetartë e hadithit? Që shpreken të Imam Bukhariu rahimahullahu taala, edhe ra për toke, mos prek të djetartë e hadithit. E qonë disa nëzonë sa dije këto, edhe ja nisin e foli, minimum Albani, irgja, murgji, për se ja përmendin e emnin, se tutën më ja përmendin e emnin. Pika tjetër thot, unë kur e them një fjalë dhe mendoj se është e sakt, e shoh obligim për hapjen e saj. Këtë mendojmë kështu, apo? Kur e hulumtojmë një çështje caktuar, e marrim një fjalë talimit, e hulumtojmë mirë, me argumente, e shohim obligim për hapjen e saj, nuk i themi atij tjetrit devijum, nëse ka ijtihad, po. Falëndërimi i përket vetëm Allahut për mirësinë e Islamit, Sunetit dhe që na mundsoi të jetojmë në vendet e Shamit. Disa kanë thonë për selefit, s'po di sa me falëndëru Allahun në Islam në Sunet. Çfarë ç'është i vlefshëm Suneti? Mirë, po thot që na ka mundsuar Allahu dhe me jetu në vendet e Shamit. Shami është përmend hadithet të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Muslimanët duan të ngrejnë shtetin islam musliman, thot, por nuk mujnë të ngrejnë, edhe njëherë, muslimanët dëshirojnë me bo shtet islam, mirë po thot nuk mundet të ngrejnë do të një xhami si pas sunetit ku praktikohet suneti. Sa vllazni, sa o gjallar kanë probleme me praktikimin e sunetit, sa sulmon, sa sen. E ti po do me bo shtet islam? Qaj milet po ta kundërshton në xhami sunetin e pejgamberit alayhis salam. Urdhat e Allahut dhe të pejgamberit ti. E ti po don shtetin me bo sipas shariatit e? Ti shariat s'pe bën në xhami, apo shtet islam s'pe bën në xhami, po e shtoj shtet islam as në shtëpi s'po bën. Muzika në shtëpi ndodhe po këndohet. Rryma në shkoj vllazni, inshallah ta shpjanisim me rrymë alternative, me bateria. Thot, një pikë tjetër thot, unë jam vetëm një nxënës dije dhe asgjë tjetër. Subhanallah. As Talib si ka thonë vetit, Tulejb. Talib është nxënës. Tulejb është më i vogël se sa Talib. Hala më i vogël se sa nxënës i dijes. E ka hoxhallar fatkeqësisht nëse nuk i thu hoq, apo veç kalim të i thu hoq, pa e përmend, pa i thonë, mashallah, ti e kështu anë i këni, i vino. Apo mos me thonë doktor apo ku e dione. Subhanallah, Tulejb.
Kush? Imam Albani rahimahullahu taala, i cili nuk ka pasur diplom, ka shku me i dhonë Medine studentave diplom. A vetë s'ka pas diplom. Po ati e kanë vlerësu dinë, vllazni. Për atë arsye. Po hym tek hyrja. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammedin alayhi salatu wassalam, vullën e profetëve, imamin e të dërguarve dhe të dërguarin së mëshirë për botët. Ai sallallahu alaihi wasallam e kumtoi shpalljen te krijesat, e kreu thot emanetin, e këshilloi popullin dhe u përpoq që ta përhap fen e Allahut me një përpjekje të madhe. Kishte sulme, kishte lloj akuza të ndryshme, po ai me lenë Allah subhanahu wa taala sot e 15 shekuj flitet për të dhe ka më fol ditë gjykimit. Allah i madhërueshëm, i lartë madhërishëm, e ka përsos fen e tij, el yawma akmaltu lakum dinakum, e ka përsos fen e vet. Dhe thot e plotsoi me të mirësit, dhe a bëri detyr krijesave bindjen ndaj tij dhe pasimin ndaj tij. Thot u ka bërë detyr dashurinë ndaj tij, sallallahu alaihi wasallam, më shumë se sa dashuria ndaj veteve të tyre. Apo thot ndaj prindërve, fëmijëve, gjëja më e rëndësishme që njeriu është tek njeriu është dituria rreth akides edhe rreth tauhidit. Kjo është dituria më fisnike, dhe thot Allahu azza wa jall, kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, me të vërtetë që ka arritur fitoren më të madhe. Dhe thot Allahu subhanahu wa taala, për çka thot Allahu dëshmon se nuk ka të adhuruar tjetër të denjtë përveç tij, po kështu edhe angjëjt e dietarët duke mbajtur drejtësinë, nuk ka të adhuruar tjetër të denjtë përveç ti të plot fuqishmit e të urtit, akidja e saktë e cila ngritet thot në përputhje me Kur'anin dhe Sunetin është baza dhe themeli. Nuk ka vllazni, nuk ka islam pa themele të shëndosha. Themele duhet më konë të shëndosha. Po i patë themele të shëndosha, nëse goditet nga rrëmuja të ndryshme, atër ka me qëndru fuqishëm ajo ndërtesë. Thot e në të kundërtën nëse akidja nuk është e sakt, thot atër nuk ka asnjë dobi veprat. Nëse ki shirk në themelet e tua, ajo ndërtesë rënohet dhe ato shtylla nuk dëbëjnë kurfar dobije, edhe pse i qetë ato shtyllat e mëdhaja të shtëpisë. Nëse themelin e ki jo të mirë, kanë me ra ajo shtëpi. Gjëja e parë me të cilën të dërguarit filluan thirrjen e tyre ishte saktësimi i akides, thot Allahu subhanahu wa taala, thot o populli im, adhuroni vetëm Allahun, se ju nuk keni të adhuruar përveç tij. Po ashtu profeti ynë vula e pejgamberëve, imami të dërguarve, ku Allah subhanahu wa taala dërgoi që të ftonte njerëzit tek ai, dhe gjëja e parë çka ishte kurrigjimi i akides. Këtë pejgamber të Allahut kanë thirrë në tauhid. Krejt. Thot çka i kanë thirrë njerëzit që me heq dorë nga idhujt, pemët, gurët, gjallëve, dekurve e të tjerëve prej krijesave, mos m'ju lut dikuj tjetër pos Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu e kemi kundër përgjigje ndaj një dyshimi, disa termat si akide dhe tauhid thonë se janë të pa argumentuara. Do me thonë thonë se janë të pa argumentuara. Qau, akide tauhid. A ka pas kone pejgamberit alayhi salatu wassalam termet veçanta akide tauhid? Qa ma keni bo kështu? Tauhid rububie, uluhie, esma sifat. Kuj ka thonë Muhamedi alayhi salatu wassalam? Qëllimi është me godit akiden. Qëllimi është më fut sekte të ndryshme në fen Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot duke qenë se nuk ekziston një argument konfirmues i tyre as në Kur'an dhe Sunet, dhe thot ajo thjesht orvatet të krijojë dileme të çrnjos këtë akide. Këto terma i kanë bërë të përdorshëm me qëllim të mbrojtjes fesë Allahut subhanahu wa taala nga fraksionet dhe sektet e devijuara që dojnë me godit akiden selefie apo akiden e Ahlus Sunnetit. Dietari i madh Ibn Qayyim ka thonë, Kur'ani funden krye është ngulitës dhe rënjosës i tauhidit, pasi ai ose është kallëzimi i cili e njeh me Allahun,
Edhe thot qenin e tij si vetmi zotrues. Në surën e parë të Kur'anit, suratul Fatiha, thot tauhidi rububie gjendet tek fjalët e Allahut subhanahu wa taala. E dini vllazni, tauhidi është nishmëria e Allahut, dhe që ky tauhid ndahet në 3 lloje: tauhidi rububie, uluhie, esma wa sifat. Tauhidi rububie gjendet tek surja Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim, Ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yawmiddin. Po, Maliki yawmiddin. Domethënë çtu gjendet thot çfarë? Gjendet tauhidi rububie. Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botrave, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit, sunduesit ditë gjykimit, nga se këto fjalë cilësi të Zotit të lartë madhreshëm janë. Dhe këto janë tauhidi rububie. Ndërsa tauhidi uluhie është iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Do më thonë vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej ti ndihmë kërkojmë. Që i bie, ky është uluhie. Mes teje edhe Allahut subhanahu wa taala, që ky raporti, që kjo vija vertikale mes teje dhe Allahut, që kjo është tauhidi uluhie. Po ashtu tauhidi esma wa sifat, Rabbil alamin ar-Rahman ar-Rahim. Këto prap kemi esma wa sifat, emrat, dhe më thonë, të Allahut subhanahu wa ta'ala, thot Zotit të botrave, të gjithë mëshirshmit, këto emra janë për emrat, janë për emrat të Allahut. Po ashtu në suratun Nas e kemi thuaj kërkojmë mbështetje te Zoti i njerëzve, sunimtari i njerëzve, i adhuruar i njerëzve nga sherri i djallit cytës së fshihet, e që hedh dyshime në gjokset e njerëzve prej gjendve apo njerëzve. Që kjo është përkthimi i suratun Nas. E para tek fjala te Zoti i njerëzve, cili tauhid është? Çfarë bëjmë mërmendje? Rububie. Sundimtari i njerëzve, çfarë është? Sundimtar. Sundimtar. Është esma wa sifat. Po ashtu, fjala i tij i adhuruari ilahin nas, cili është? Uluhia është. Tauhidi rububie, do më thonë veçimi i Allahut në veprat e tij, i cili përfshin krijimin, furnizimin, dhënien jetë, vdekje, dhënien jetë dhe vdekje, se ai dhe i Zoti çdo gjëje dhe sunduesi i saj, kjo është rububie. Uluhia është të veçuarit e Allahut me punët e robërve me të cilat afrohen tek ai, nëse janë prej gjërave që Allahu i ka ligjësuar, thot si lutja, frika, shpresa, dashuria, kurbani, zotimi, kërkimi ndihmës, kërkimi mbrojtjes, namazi, agjerimi, haxhi, gjitha këto gjërat shpenzuar në rrugt të Allahut, krejt hin tek uluhie. Dhe tauhidi esma wa sifat është me i pohu Allahut ato emra dhe cilësitë të tij që e ka pohuar vetvetes Allahu subhanahu wa taala dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam, dhe ky pohim duhet të jetë pa shëmbullim, pa përngjasim, pa shtrembërim, pa mohim edhe pa keq interpretim. Çto janë pikat ku ti të lejohet jashtë këtyre pikave të lejohet me pohu emra dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, dhe thot lejse kemi thli shay'un wa huwa samiul basir, thot asgjë nuk i shëmbëllon atij, ai është dëgjuesi dhe shikuesi. Po ashtu walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Dhe Allahu subhanahu wa taala i përkasin emrat më të bukur, pastaj thot luteni atë deri në takimin e radhës me besimtarët, i unifikon akidja e sakt. Pa ta me spjegu edhe çet pjesë, po e lëm për shkak të rrymës, po e lëm në javën tjetër. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.